E falenderojmë Allahun xhalla shanuhu me një falënderim që i takon madhërisë së tij, i cili me urdhërin bëhu krijoi tokën, qiellin dhe të gjitha botët, të dukshme dhe të padukshme që na furnizoi me mirësitë e tij. Allahu është krijuesi dhe sunduesi i çdo gjëje. Përshëndetjet më të sinqerta ja dedikojmë njeriu më të zgjedhur në mesin e njerëzimit dhe padyshim që ai është Muhamedi alayhi salam. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë rrugën e Allahut dhe të dërguarit të tij deri në ditën e kataklizmës. Të dashur vëllezër, xhamat i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është kë zgjedhim në këtë botë e kë do të zgjedh Allahu xhalla shanuhu në ditën e gjykimit. Fjala zgjedhje mund të lexohet në dy mënyra, varësisht ku vendoset theksi. Mund të lexohet zgjedhja dhe do të thotë procesi në të cilin zgjidhet, por mund të lexohet edhe zgjidhju që nënkupton urdhërin që të bësh përpjekje. Zgjedhësit zgjedhin, ndërsa të zgjedhurit përpiqen. Të shikuara nga perspektiva e Islamit, si zgjedhja, ashtu edhe përpjekja janë obligim për muslimanin. Në vitin 632, Muhamedi alayhi salam, si udhëheqës shpirtëror dhe botëror, si autoritet, u shpërngul në ahiret. Ai nuk e la me testament emërimin e trashëgimtarit, por u ala muslimanëve që ta zgjedhin vetë. Ata zgjodhen vetëm sipas një kriteri, aftësisë dhe moralit, dhe zgjodhen më të mirin Ebu Bekrin radiallahu anhu. Në këtë frim të zgjedhjes, përkujtojmë fjalën e Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu. Allahu ju urdhëron që të jepni amanetin të zotëve të tyre dhe kur të gjykoni, ju urdhëron të gjykoni me të drejtë mes njerëzve. Sa e mirë është kjo që Allahu ju këshillon me të, vërtet Allahu është dëgjues i çdo gjëje dhe gjithvështrues i asaj që ju veproni. E kur e zgjodhen, Ebu Bekri u drejtua zgjedhësve duke u thënë: ju më zgjodhët mua, ndonse nuk jam më i miri prej jush. Më ndiqni përderisa unë e ndjek Allahun xhalla shanuhu dhe Muhammedin alayhis salam. Kur të devijojnë nga kjo rrugë, më qortoni, e nëse nuk kthehem në të, më hiqni nga detyra ime. Ky shembull i përjetshëm, aktorët e të cilit janë Muhamedi alayhis salam si shembull për njerëzimin, Ebu Bekri si njeriu i cili sikur të zmblidhej imani i gjithë ummetit në njërën anë dhe i tij në tjetrën, i tij do të peshonte më shumë. Dhe sahabët, të cilët Allahu xhalla shanu në Kur'an i quajti të parët dhe gjithmonë të parët, na mëson se jemi të obliguar të zgjedhim, se jemi të obliguar ta bëjmë këtë sipas kriterit të aftësisë dhe moralit, ndërsa të zgjedhurit janë të obliguar të ndjekin një rrugë dhe të kenë një qëllim, rrugën e drejtësisë dhe barazisë, e qëllimi është e mira e përgjithshme. Muhamedi alayhis salam ka thënë: el-wa'du ad-dayn, premtimi është borxh. Ky hadith i shkurtër dhe i njohur i paralajmëron njerëzit të mos premtojnë atë që nuk mund ta përmbushin. Në javët e fundit, e veçanërisht në ditët e fundit, dëgjojmë shumë premtime, qëllimi i vetëm i të cilave është pushteti. Por, po ta shikojmë nga perspektiva e Islamit, pushteti është përgjegjësi dhe obligim, e jo privilegj. Omer ibn Abdulazizi, të cilin e llogarisim si khalifin e pestë Rashid, në ditën e Arafatit ndodhej në një situatë kur 3 bijat e tij të mitura të vogla i erdhën duke i thënë: baba, na blej rroba të reja, nesër është bajrami, që të vishme me madhështi. Atëherë, Omeri e thiri arkatarin e thesarit dhe i kërkoi t'ia jepte pagën e muajit, paraprakisht që të mund të plotësonte kërkesën e bijave të tij. Por arkatari i tha: si mund të ta jap kur nuk e di a do të ta fitosh atë? Kush e di a do të jesh gjallë muajin e ardhshëm?
Omeri atëherë u tha bijave të tij që ta përmbajnë dëshirat e tyre. Në xhennet nuk shkohet pa sakrificë. Omeri pushtetin nuk e kuptonte si privilegj, por sillej me përgjegjësinë të duke ecur në atë shteg që Ebu Bekri e kishte shprehur dhe përcaktuar kur u tha zgjedhësve të tij, më hiqni nga detyra nëse unë e vendos interesin tim personal mbi interesin e përgjithshëm. Një halife pyeti një të urtë se si është gjendja në shoqëri, e ai tha: ti je pasqyra e gjendjes, o prijesi besimtarë. Nëse ti je i drejtë dhe i mirë, edhe gjendja në shoqëri është e mirë. Nëse ti je i prishur, edhe gjendja e shoqërisë është e tillë. O halif, prandaj është me rëndësi si sillesh ti, sepse sikurse bota është ndërtuar mbi drejtësinë, pa drejtësia e shkatron atë. Ndërsa Muhamedi a.s. ka thënë, të drejtët dhe ata që luftojnë për drejtësinë do të qëndrojnë mbi frone prej xhevahirësh në xhennet. Nuk është lojë, na mëson të shembulli njerëzimit Muhamedi a.s. se një orë drejtësia është më e vlefshme tek Allahu xhalla shanuhu se 70 vjet adhurim. Kështu dikur e pyetën një halif kur i kishte kaluar pushteti, çfarë ishte shkaku që lumturia të kthehen nga ti dhe që të tjerët të ta merrnin pushtetin? Pikërisht lumturia, u përgjigj ai. Sepse u mashtrua me të, u kënaqa me mendimin tim dhe dijen time, e isha i pakujdesshëm ndaj mendimeve të njerëzve. Në poste të larta vendosa të paaftë, nuk i shfrytëzova rastet që mu ofruan, aty ku duhej të isha i shpejt, isha i ngadalshëm, e sidomos nuk i përgjigja nevojave të njerëzve. Lumturia ishte shkaku që e humba mbretërinë, sepse më pushtoi dashuria ndaj pushtetit. Por duke e parë nga perspektiva islame, duke parë Ebu Bekrin, Omer ibn Khattabin dhe shumë personalitetet të nderuara të historisë sonë madhështore, pushteti nuk sjell privilegj, por përgjegjësi dhe obligim. Kështu i urti bint el-Kajs mëson të khalifin, e me të bashkë edhe neve duke na thënë, sundimtarit duhet të kujdeset për mbajtjen e mbretërisë së tij më shumë se sa kopshtari për kopshtin e vet. Sepse kur kopshtari sheh se mes Borzullokut ka dalë bari i keq, ai menjëherë shkull që të mos ia zër vendin Borzullokut me erë të mirë. Edhe sundimtari, kur sheh padrejtësinë, duhet menjëherë t'ia pres rrugën asaj që drejtësia të mos dabohet nga shoqëria. Pastaj e pyetën, cili është sundimtari më i vlefshëm? Ai prej të cilit njerëzit e ndershëm janë të sigurt, ndërsa kriminalët friksohen. Muhamedi a.s. duke mos lënë më testament se kush do ta trashëgonte, na mësoi se jemi të detyruar të dalim në zgjedhje, ndërsa ata që janë në listë i mësoi se duhet të ndjekin një rrugë dhe të kenë përpara një qëllim, rrugën e drejtësisë dhe qëllimin e së mirës së përgjithshme. Të dashur vëllezër, edhe pas ditës së hënë do të jetojmë bashkë, si gjithmonë në vllazëri, mirëkuptim dhe paqe. Le ta ruajmë gjatëftësinë dhe të jemi shembull i urtësisë në çdo hap. O Zoti i madhruar, ndihmona në misionin ton të kësaj bote dhe na bëj banor të xhennetit. Amin wa akhiru da'wana wa alhamdulillahi rabbil alamin.